Në kuadër të festivalit mbar kombëtar të humorit që zhvillohet në Shkodër krahas mbrëmjeve artistike gjatë paraditeve në hollin e teatrit Migjeni, për 4 ditë me radhë u organizuan seancat e hapura të diskutimit të tipit workshop, me pjesëmarrjen e aktorëve, krijuesve dhe studiuesve të zhanrit të humorit skenik. Sipas pjesëmarrësve, këto takime janë një gjetje e duhur për të trajtuar problematikat me të cilat përballet sot humori në Shqipëri. Njëri kohë bëheshin kur ne takoheshim në për festivale që organizoheshin, po këto janë domosdoshme për faktin sepse këtu kemi këmbim eksperjencash. Pra, unë kam një lloj eksperjence, Shkodra ka të vetën, Durrësi të vetën, Korça apo tjetë kushdo që vinë këtu, tani ky është mbar kombëtar, nuk është thjesht një festival kombëtar, ky është festival që ka marrë për masa që vinë nga Kosova, Maqedonia, shqiptarët e atjeshëm, Malizi e tjera, kështu që ka vlera të jashtëzakonshme. Problematika më e madhe është se ky art aq popullor, aq demokratik, po lihet në hije, po lihet në heshtje. Ja në këtë Shkodër ku unë kam lidh jetën artistike, pa humora mund të konceptohet dot Shkodra, nuk ka shans. Po estrada çfarë është? Estrada është kujtesenca e gjithë humorit shkodran. Edhe në seancën e fundit e zhvilluar paraditën e së hënës, referimet dhe diskutimet u përqendruan te domosdoshmëria e nxitjes së krijimtarisë cilësore në zhanrin e humorit skenik, si dhe tek mbështetja e talenteve të reja.